PDK-ja, përkatësisht deputeti Gruda pati një konferencë për shtyp, ku alarmoi për shkelje të drejtave të njeriut në Hagë. Tash jo pse jam unë këtu, po ka shumë vjet që unë alarmoj për shkelje flagrante të drejtave të njeriut në Hagë. Mënyra si trajtohen të paraburgosurit në Hagë është çnjerëzore. Besomni. Kanë mungesë ushqimi. U shërbehet ushqim të tipit ushtarak, konserva me tjera. U duhen para për të pas një troh mirëqenie aty, mrena atyne kushteve në cilat ndodhen të akuzuarit përfshirë zotin Thaçi, ish presidenti i Kosovës. Dhe kjo ka has në vesh të shurdhër. Madje edhe PDK-ja nuk është marrë shumë me këtë punë. Sporadikisht është marrë kështu ndonjëri. Me raste të rralla janë marrë me këtë çështje. Këtu po e përjashtoj marshin për drejtësi që ka qenë ndoshta marshi i madh që është marrë ndonjëherë në Kosovë, në Prishtinë. Megjithatë, po bëhen 5 vjet që njerëz tanë, udhëheqës të UÇK-s, themelues të UÇK-s ndodhen në paraburgim. Dhe ne kemi me të kështu të prit. Hajtë të shohim se çka po ndodh. Por të shohim se çka po ndodh, gjasat janë me ndodh diçka shumë e keqe për këtë vend. Pastaj edhe për ata. Sepse kemi rastin e Sali Mustafës, kur shkelen drejtat në mënyrë flagrante, aplikohet një dënim kundërshtim me konventat ndërkombëtare dhe në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës. Dhe megjithatë ne vazhdojmë sërish me hesht edhe me prit. Nuk e di si e ke pa Visar këtë kohë, e di që e marrë gjatë, e marrë shumë herë gjithë këtë proces. Po tash mu më kujtohet të më thonë diskutimit që prej ligjit dhe amendamentit kushtetues për kemi pasur kuvend, ata kam qenë deputet. Dhe ato diskutimet që kanë ndonë kuvendi, ju e dini se me sa vështirësi ka kalu gjykata speciale dhe ka pas aty vërejtje serioze të ngritura nga deputetët, të cilat nuk kanë mujtë të adresohen. Për shkak se qëndrimi i qeverisë atëhershme, përkatësisht i ministrit të drejtësisë ka qenë që nuk mundemi me ndryshu kur gjë në tekstin e ligjit. Praktikisht kjo ka qenë domethënë mënyra se si është ky ligj edhe amendamenti kushtetues nga sponsorët e gjykatës speciale që kanë qenë kryesisht vendet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sidoqoftë edhe aty në ligj ka pas disa shkelje serioze, mirë po tash çka po shohim sot është që gjykata po e tejkalon madje edhe vetë ligjin dhe logjikën e ligjit. Edhe logjikën e vetë gjykatës për çka është themelu. Pra, unë e di që ka pas diskutim jashtëzakonisht të madh në Kosovë. Kush e mirata, jo e miratun këta, jo e miratun ata, jo na jena konë kundër, jo fa ju. Ky diskutim bas edhe është i vlefshëm për një kohë tjetër. Për mendimin tim sot diskutimi më i rëndësishëm në Kosovë është që pavarësisht çysh ka ardhur dhe kush e ka votuar, kush jo. Kosova nuk duhet kurrë me u tregu si vend, e cila nuk do me i trajtu akuzat për krimet që i bëhen qytetarëve të saj, veçanërisht në këtë rast kaq të ndjeshëm. Pra unë mendoj që ka qenë e mençur dhe në përputhje me procesin shndërtimit të Kosovës që me vepru karshi atyre akuzave që kemi vepru. Mirë, tash kjo nuk do të thotë që na duhet me e leju gjykatën ndërkombëtare, këtë farë gjykatën speciale, se dhomat e specializuara, si quhen zyrtarisht, që ata me qenë komplet të pandikuar prej rregullave edhe procedurave ligjore. S'po them që duhet me pas ndikim politik, nuk po them që duhet me pas ndikim politik. Përfshirë ato ndërkombëtare. Përfshirë ato ndërkombëtare, madje çka është më me rëndësi, përfshirë rregullat dhe procedurat që janë vendosur aty për të mbrojtur drejtat e njerëzit në nivel evropian, siç është për shembull Konventa Evropiane për drejtat e njerëzit. Ne mas shumti që muj me pas një pasqyrë se si funksionon kjo gjykat, është procesi në rastin e Sali Mustafës, komandant Calit, sepse është i gjykuar deri në fund përfshirë gjykata kushtetuese. Edhe gjykata kushtetuese e dhomave të veçanta.
po në anën tjetër po, mendoj që kjo do më thonë pak a shumë e tregon se me çfarë shpërfillje dhe nga njëherë dhe me çfarë, si të them kështu, interesimi të shtuar të prokurorëve dhe ose gjykatësve ka për me i dënu të akuzuarit aty. Sepse gjykata, tash të kthehemi pak kështu të një farë shpjegimi shumë bazik për mendimin tim, por që është i nevojshëm besoj edhe për publikun. Gjykata në shoqëritë moderne, gjyqësia, gjyqësori në përgjithësi, e ka për qëllim jo me i dënu njerëzit, po me shqiptu dënime për krimet e kryera në bazë të procedurave me qëllim të risocializimit të atij njeriu, çfarë do të qoftë. Domethënë. Dhe këtu tash na po shohim që këtu ka elemente të një gjykate e cila qëllim parsorë ka dënimin, pavarësisht pse. Dhe tash në përbotën moderne, ku edhe na bëjmë pjesë, pra dhe sistemi jonë gjyqësor është i ndërtuar aty, i pandehuri gëzon të drejta dhe i pandehuri e gëzon të drejtën që dy gjëra shumë të rëndësishme. Pra me pas një mbrojtje të denjë, që vendimi i gjykatës mos më qenë arbitrar. Që nuk e kanë. Që nuk e kanë. Ata e kanë mbrojtjen e denjë, por që nuk po merren parasysh. Dhe në anën tjetër, jo edhe nuk e kanë, edhe tash ta shpjegojmë pse nuk e kanë. Se është e cenuar kjo. Kjo e drejtë. Dhe në anën tjetër edhe me pas rregulla të tilla, procedura të tilla, të cilat ja mundsojnë pandehurit dënimin sa më të vogël të mundshëm, siç parashihet me ligj. Në rastin e Calit që e përmendet ti, zoti Cali Mustafa, gjykata nuk e ka përfill të dytën, që është shumë e rëndësishme. E që është e drejtë e mbrojtur me kushtetutën e Republikës Kosovës, e që është e drejtë e madje e inkorporuar në të gjitha ligjet e Kosovës, në kodin penal, kodin e procedurës penale. Pastaj ka qenë edhe në kodin penal të Jugosllavisë, Republikës Federale Jugosllavisë kështu me. Dënimi maksimal 15 vjet. Po. Dhe tash, në situata ku për shembull dy ligje që e mbulojnë një fushë të caktuar, dhe në të cilën ka shpërputhje, pra një ligjëri dhe një ligje vjetër, aty edhe Konventa Evropiane për Drejtat e Njerit, edhe Kushtetuta e Republikës Kosovës, e cila e zbaton automatikisht Konventën Evropiane për Drejtat e Njerit, thotë që duhet të merret dënimi më i vogël që parashihet me dy ligje. Pra nëse ka konflikt, nëse për shembull ligji i kaluar ka thënë 15 vjet, e ky thot deri në 20, ti e merr 15. Gjykata nuk ka parim. Po, parim është. Gjykata parim kushtetues. Po. Gjykata nuk ka vepruar kështu. Përkundrazi gjykata ka dhënë dënim shumë më të lartë. Spohia ndej, domethënë meritat e gjykimit e kështu me radhë. Më shumë merrna me shqiptimin e dënimit, që është shpërputhje me të drejtat e njerit. Sepse Konventa Evropiane për Drejtat e Njerit konsiderohet në përbot që është një prej dokumenteve më të arira për mbrojtjen e të drejtave të njerit. Dhe vendet evropiane të cilat ne i synojmë dhe i lakmojmë, apo jo në gjithë i lakmojmë, ketojmë sami në Gjermani, sami në Suedi, sami atje, sami të, ato e mbo vendet mira edhe për shkak e mas shumë të për shkak që ti parin, që i mbrojnë drejtat e njerit. Për shkak drejtësisë. Për shkak drejtësisë. Në rastin e Sali Mustafës, në rastin edhe të tjerëve, Hashim Thaqit, Jakub Krasniqit, Kadri Veselit, Recep Selimit, dhe tjerëve aty që janë, drejtat e njerit as nuk vinë në diskutim. Do më thonë nuk flet kërkush për ato. Ka qasi shkelje flagrante të drejtave të njerit, sa që kjo tregon ty që e kom dëgju një herë zotin Dastit Pallaska, i cili me sa e diju në ka qenë dhe base ende është në mbrojtjen e pjesë e ekipit mbrojtës të zotit Thaqi, prezidentit Thaqi, cili ka dhënë një shpjegim shumë mirë. Ka thonë po, neve na vjen një gjykatë e cila heton dhe gjykon sipas hetimeve, po jo një gjykatë e cila përndjek. Pra në anglisht kjo thuhet prosecution, që e bën gjykata, edhe persecution, përndjekja. Që kjo gjykatë fatkeqësisht është menduar me qenë gjykatë e cila heton dhe gjykon, e po ka elemente të shëndrimit në gjykatë përndjekse. Dhe mendoj që qëton nuk bën një leju Kosova.